Në hijen e pemëve pranë lulishtes në hyrje të sheshit Skënderbej në Tiranë, qëndron çdo ditë piktori Pjetër Lala. Nuk ka ditë me diell që mungon aty. Në rrugë ka improvizuar studion e tij, me mjetet e punës, lapsat, ngjyrat dhe fletët e bardha. Mbi to memorizon portretet e qytetarëve që ndalojnë. Këtu realizoj 4-5 portrete në ditë. Me qenë rast feste, kam arrit deri 25 portrete me bapa Luj për vendit live të gjithë. 25 vetë qohu nga stoli, ulu për një ditë. Talentin e zbuloi kur ishte ende fëmijë. Në klasë 8 kam bërë portrete edhe tutje 40 e kosur vjetë. Në 4 dekada ka realizuar rreth 20.000 portrete, por në memorie ka ende të freskët punën e tij të parë, nga e cila u frymëzua për të nisur rrugtimin si piktor. E kam bërë një miku tim atëherë, tash nuk jeton. Edhe ishte edhe portret interesant, ishte ideal king, me sy të shkruar. Domethënë kishte mjaft detaje që më tërhiqnin si. Edhe më kujtohet ai portret. 64 vjeçari nga Mirdita nuk ka marrë mësime në liceun artistik apo Akademinë e Arteve. Ai është piktor autodidakt. Më kujtohet një profesor i liceut i thash, si më japam vazhdo akademinë, tha po çfarë do me dal, thash për piktor, tha po piktor je. Nëse do më bëj diçka tjetër, tha shko për kompozima, për diçka tjetër. Pasi punoi shumë kohë në studio, 20 vjet më parë vendosi të dalë në rrugë. Artin e rrugës e nisi në Ulqin. Shkova atje një fëmijë nga Tuzi. Folte shqipen me kështu pak me vështërsi, po më tha, a di tha me bë fytyra njerëzish, thash, po si s'di. Tha bjetë në Bregdetit, tha atje tha janë piktorët në rresht. Edhe aty fillova. Edhe kam bërë portrete më sani vazhdimisht kështu në rrugë. Talentin që e ktheu në profesion i ka siguruar të ardhura. Puna në rrugë e përmbush shpirtërisht dhe frymëzon më shumë, prandaj edhe nuk preferon të qëndrojë i mbyllur në muret e studios. Jam mësuar në rrugë, jam mësuar me pas sa më shumë njerëz, sa më pas shumë vizitorë. Portretet preferon t'i realizojë më shumë kur personin e ka përballë. E bëj për 30 minuta, 35 minuta, 40 minuta nëse bëj muhabet me ta si taksistat si. E kurse për shpejt edhe 20 minuta. Dikur kam njerëz në rrallë, për 20 minuta realizoj në kap një karakter tamam, edhe e realizoj portret. Bardhësi. Edhe me ngjyra gati ashtu, kur i bëj live. Kur i bëj me fotografia, atëherë punoj avash avash. Përveç portreteve, 64 vjeçari bën mjeshtëri edhe me gurin. Kam realizuar një monument. Ai monumenti ashtu kushtrohet 3 burrave të atje që kanë marrë me pajtime, me kështu domethënë me plesnime, për atë kohën e atëhershme. Janë njerëz si përmendën e njeh zona, njeh krahina. Më ka hangër një 6 muaj. Kam bën vepra të vogla kështu po, por si veprë e madhe është ajo vepra e parë. Prej disa vitesh në familje nuk është i vetmi piktor. Djalin kam piktor. Kam marrë liceun, akademinë, është piktor i talentuar. Piktori i njohur i rrugës në Tiranë thotë se ta bëj këtë punë për sa kohë që fiziku ja lejon. Derisa të jetë mundur, derisa të mbaj plesnia.